Për 14 auditimet financiare të pajtueshmërisë kemi dhënë 6 opinione të pamodifikuara, përkatësisht opinione pozitive për Autoritetin Aviacionit Civil, Avokatin e Popullit, Autoritetin Rregullativ për Shërbimet të Ujit, Komisionin e Pavarur për Media, Ashokun, Akademinë e Shkencave të Kosovës dhe Radio-Televizionin e Kosovës. Ndërsa 8 institucione tjera kanë marrë opinion të modifikuar, përkatësisht të kualifikuar apo jo të mirë, siç është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Amiku, Gjilani, Grashanica, Shtimja, Stogu, Lipjani, Istogu, Lipjani dhe Agjencia për Shërbimet të Navigimit Ajror. Opinione jo të mira për këto institucione janë dhënë për arsye se janë gjetur keq deklarime materiale që ndërlidhen me raportimin jo të plotë të saktë të pasurive, llogarive të artueshme, keq klasifikimin e shpenzimeve, të cilat në masë të konsiderueshme në komuna ndërlidhen me vendime gjyqësore si rezultat i marrëveshjes kolektive. Përderisa për 8 ndërmarrjet publike të publikuara, kemi dhënë 4 opinione të modifikuara, përkatësisht opinione të kundërta. Opinionin e kundërt kemi dhënë për hidrodrinin, unitetin, pastërtinë si dhe stacionin e autobusave, ndërsa 4 opinione të kualifikuara për Kostin, KRU Prishtinën, Iberlepencen dhe Termokosin. Opinionet jo të mira edhe për të ndërmarrje janë dhënë për arsye se kemi identifikuar keq deklarime materiale që ndërlidhen po ashtu me raportimin jo të plotë dhe jo të saktë të pasurive, llogarive të artueshme, mos shpalosje të detyrimeve kontingjente dhe shpalosje jo adekuate të informacioneve në vlerësime apo mbi vlerësime të zërave të caktuara në pasqyra financiare. Fakti që 8 nga 10 ndërmarrjet të audituara kanë marrë opinion negativ tregon që këto ndërmarrje ende nuk kanë arritur të vendosin kontrolle adekuate për raportim financiar. Deri me 30 qershor pritet të publikohet edhe raporti i auditimit për Korporatën Energjetike të Kosovës dhe për Trepçën. Nga auditimet e publikuara deri më tani rezulton se edhe kryerja e aktiviteteve, transaksioneve dhe operacioneve tjera ende nuk është në pajtueshmëri të plotë me kornizën ligjore dhe procedurat që ndërlidhen me menaxhimin e shpenzimit paras publike. Disa nga çështjet kryesore që janë identifikuar po i përmendin në vijim: mangësi në procedurat e prokurimit publik, përkatësisht vlerësimin e ofertave, shpërblimi me kontratë i operatorit ekonomik pa i plotësuar kriteret në dosjen e tenderit, përdorimi i referencave ndaj një marke brendit të caktuar pa përdorimin e shprehjes ekuivalent, mangësi në përgatitjen e paramasës në projektet kapitale, mosbatimi i procedurave të prokurimit publik me rastin e angazhimit të punonjësve për shërbimet e veçanta, ndryshime të ndarjeve buxhetore për projekte kapitale pa miratim të kuvendit komunal, lidhja e kontratave në vlerë për 50.000 euro për shfrytëzimin e hapësirave reklamuese nga mediat, portalet pa procedurat prokurimit publik, vonesa në implementimin e projekteve kapitale dhe mosbatimin e ndëshkimeve për vonesa, mospagesa faturave, obligimeve ndaj operatorëve ekonomik brenda afatit ligjor, mungesa monitorimit të subvencioneve të dhëna posaçërisht në fushën e bujqësisë, përzgjedhja e organizatave jo qeveritare në kundërshtim me kriteret në thirrjen publike, angazhimi i shërbimeve të auditimit nga auditori privat përkundër faktit se ndërmarrja ishte subjekti i auditimit nga zyra kombëtare e auditimit, mospërritësimi i kontratave të punësuarve bazuar në vendimet e bordit për rritjen e pagës dhe vlerën e saktë të shujtës, mbajtja e pozitave të rregullta me ushtrues detyre për te afatit ligjor, mos menaxhimi i kontratave përmes platformës së prokurimit elektronik. Këto janë vetëm disa prej mangësive të identifikuara në raportet tona që i kemi publikuar deri më tani dhe kjo tregon po ashtu për nivelin jo të duhur të llogaridhënies dhe transparencës së organizatave buxhetore dhe ndërmarrjeve publike në shpenzimin e paras publike. Të nderuara media, për shkak të interesit publik dhe gjendjes së krijuar në komunën e Prishtinës lidhur me menaxhimin e mbeturinave, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës, efikasitetit dhe efektivitetit i grumbullimit të mbeturinave të ambisërisë në kryeqytet. Raporti është dërguar sot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ashtu siç edhe ju njoftova dhe tek palët e audituara, dhe i njëjti do të publikohet nesër në faqen zyrtare të Zyrës Kombëtare të Auditimit. Për njoftimin tuaj, tani po i shpalosim rezultatet kryesore të këtij auditimi.
Objektivi i këtij auditimi ishte të vlerësojmë nëse Komuna e Prishtinës dhe KRM Pastrimi ishin efikase dhe efektive në ofrimin e shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet, duke shqyrtuar nëse shërbimi është ofruar në mënyrë të rregullt dhe me përdorim optimal të burimeve financiare, njerëzore dhe teknike. Periudha e vlerësimit të këtyre shërbimeve ka përfshirë vitin 2023-2025. Me tekst ky auditim ka vlerësuar nëse proceset e planifikimit, menaxhimit dhe monitorimit të shërbimit janë të strukturuara mirë dhe përmbushin nevojat e qytetarëve, ku kemi identifikuar boshllëqe, sfida dhe mundësi për përmirësim. Rezultatet e auditimit kanë treguar se komuna nuk ka arritur të jetë efikase dhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Situata e rënduar e mbeturinave në kryeqytet e reflektuar përmes mbingarkimit të kontejnerëve dhe shpërndarjes së mbeturinave nëpër trotuare dhe hapësira publike ka paraqitur dëshmi të dukshme dhe lehtësisht të verifikueshme edhe nga vetë qytetarët. Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit është dështimi i pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Ky proces kishte dështuar të realizohej pothuajse në të gjitha nivelet nga të gjitha palët. Disa nga shkaqet që i kanë kontribuar kësaj gjendje janë: Bordi i drejtorëve të Kompanisë Regionale të Mbeturinave Pastrimi, që është përgjegjës për vendimet strategjike dhe mbikëqyrjen e kryeshefit ekzekutiv, nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive mbi veprimtarinë e Kompanisë Regionale të Mbeturinave, sepse në takimet e bordit nuk ishte trajtuar pothuajse asnjëherë problematika aktuale e mbeturinave në qytet. Në vend të kësaj, bordi ishte marrë me çështje tjera si çështje financiare dhe administrative. Komisioni Komunal i Aksionarëve të KRM Pastrimit nuk ka ushtruar mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi veprimtarinë e bordit të drejtorëve dhe të ndërmarrjes publike. Në kuvendin vjetor të vitit 2024, aksionarët nga Komuna e Prishtinës nuk kishin marrë pjesë, ndërsa kuvendi vjetor i aksionarëve i vitit 2025 nuk u mbajt për shkak të mungesës së kvorumit. Asnjë nga 3 aksionarët e Komunës së Prishtinës nuk kishin marrë pjesë në kuvend. Planet e biznesit të KRM Pastrimi ngjasojnë më shumë në strategji se sa plane konkrete të biznesit. Objektivat në këto plane nuk janë të qarta, konkrete, të matshme apo të përcaktuara në kohë, rrjedhimisht nuk i përmbushin kriteret e përcaktuara të objektivave SMART. Si të tilla nuk i kanë shërbyer bordit të drejtorëve si instrumente efektive për kontroll, mbikëqyrje dhe kërkim llogaridhënie. Në raportet mujore mbi shfrytëzimin e kamionëve për periudhën 2023-2025, për shumicën e kamionëve figuron se kilometrat të përshkruar janë 0, ndërkohë që për të njëjtët kamion janë raportuar sasi të bartura të mbeturinave dhe shpenzime për karburant. Mungesa mirëmbajtjes së pajisjeve matëse të kilometrave dhe vjetërsia e kamionëve është shkaku kryesor që këta matës janë jo funksional. Sipas planit operativ në kryeqytet nevojiten deri në 31 kamion aktiv në ditë për të mbuluar tërë territorin. Megjithatë, numri i kamionëve në dispozicion ka rënë vazhdimisht nga 28 në vitin 2023 në 25 kamion në vitin 2024. Në muajin tetor 2025, nga 31 kamion sa i ka kompania, 18 prej tyre ishin në proces rregullimi. Kjo ka ndodhur për shkak të dështimit të KRM Pastrimit për të realizuar planit investive për zëvendësimin e kamionëve. Në vitin 2024, Komuna e Prishtinës kishte blerë 8 kamion të rinj për KRM Pastrimi, të shpërndarë në fillim të vitit 2025, ndërsa vetë KRM Pastrimi gjatë vitit 2025 ka blerë 10 kamion të përdorur në vlerë prej 340.000 eurove, prej të cilëve vetëm 6 janë për grumbullimin e mbeturinave të ambistrisë. Pavarësisht këtyre investimeve, situata operative nuk është përmirësuar në mënyrë të dukshme. Në nëntor të vitit 2025, kompania ka deklaruar se aktualisht janë funksional 11 kamion dhe se nuk mund të garantoj ofrimin e shërbimit 24 orëshe. Edhe pse komuna bleu 8 kamion të rinj në vitin 2024, ata u dorëzuan në vonesë. 6 kamion janë dorëzuar me 20 ditë vonesë nga data në nënshkrimit të marrëveshjes, ndërsa 2 kamion të tjerë, ndonse të pranuar njëkohësisht me të tjerët, janë vënë në shfrytëzim nga KRM Pastrimi 6 muaj pas vlerjes. Me rastin e kontraktimit të operatorëve privat për ofrimin e shërbimeve të mbledhjes së mbeturinave,
Komuna ka vënë në funksion sistemin GPS për monitorimin e lëvizjes së kamionëve, por të dhënat nuk janë ruajtur as nuk janë regjistruar. Ndërsa gjatë periudhës së zbatimit të marrëveshjes me KRM Pastrimi nuk ka qenë funksional asnjë mekanizëm për monitorim të vazhdueshëm 24 orë të flotës së kamionëve. Komuna kishte lidhur 2 kontrata brenda vitit 2024 për furnizim me kontejner në vlerë prej 747.000 euro të dedikuar për KRM Pastrimi. Deri në tetor 2025, KRM Pastrimi ka pranuar gjithsej 2.883 kontejner, nga gjithsej 3.840 sa ishin vlerë. Për momentin janë afër 900 kontejner dhe shporta të cilat ende nuk janë shpërndarë në përpika të grumbullimit të mbeturinave dhe vazhdojnë të qëndrojnë të papërdorura. Në shumë pika të grumbullimit vërehen kontejner të dëmtuar, të cilët janë jashtë funksionit. Këta kontejner nuk largohen dhe nuk zëvendësohen me të rinj. Dëmtimi i këtyre kontejnerëve shpesh ka ndodhur nga pakujdesia dhe mungesa e njohurive të stafit gjatë zbrazjes. Stafi operativ nuk ka pasur njohuri të mjaftueshme për përdorimin dhe zbrazjen e kontejnerëve, duke shkaktuar dëmtime të shpeshta. Komuna e Prishtinës kishte faturuar në vitin 2023 dhe 2024 rreth 75.000 ambisri. Ky numër nuk përputet me numrin e ambisrive që ishin identifikuar dhe regjistruar nga KRM Pastrimi, sepse është më i vogël për afro 16.000 njësi banimi. KRM Pastrimi llogaritet të ketë argëtuar më pak të hyra për 1.1 milion euro në vit për shkak të mospërfshirjes së njësive të reja në regjistra. Kur komuna e bënte faturimin, shkalla e argëtimit ishte rreth 60%, mirë po në vitin 2025, kur kjo përgjegjësi i kaloi KRM Pastrimit, kjo e fundit kishte faturuar 5.9 milion euro, ndërsa kishte arritur të argëtoj afër 1.2 milion euro, që do të thotë vetëm 21% të faturimit. Kjo erdhi si pasojë e një deklarate në media kryetarit të komunës se komuna ishte ende përgjegjëse për faturim dhe argëtim, gjë që kishte shkaktuar konfuzion tek qytetarët. Të hyrat e realizuara nga KRM Pastrimi ishin të mjaftueshme për të mbuluar vetëm kostot operative, si pagat e punëtorëve që përbëjnë 66% të totalit të kosteve. Për pasojë gjatë këtyre 2 viteve nuk kishte bërë investime kapitale. Deri në vitin 2024, KRM Pastrimi ishte vetmja kompani përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave në kryeqytet. Në prill të vitit 2024, komuna angazhoi operatorin privat për grumbullimin e mbeturinave krahas KRM Pastrimi. Operatori privat ishte më i kushtueshëm me rreth 10 euro për ton krahasuar me kompaninë publike, duke rritur kostet e komunës për grumbullim të mbeturinave për 149.000 euro për periudhën prill-dhjetor 2024. Çmimi ka rezultuar 61 euro për ton për KRM Pastrimi, ndërsa për operatorin privat ka rezultuar të jetë 71 euro për ton. Pavarësisht kontraktimit të operatorit privat, komuna nuk ishte arritur të bëjë përmirësime të dukshme sa i përket grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Për informimin tuaj, komuna e Prishtinës nuk ka kthyer përgjigje lidhur me konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit, ndërsa KRM Pastrimi është pajtuar me konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit. Komuna dhe kuvendi komunal duhet të emrojnë e para zyrtar të përgjithshëm dhe me integritet në strukturat e llogaridhënies për të kryer detyrat me kompetencë. Rekomandohet marrja e masave të menjëhershme ndaj çdo zyrtari në rastet e performancës së dobët apo mosbatimit të detyrimeve të besuara. Ky hap synon forcimin e kontrollit institucional që ka dështuar në të gjitha nivelet e mbikëqyrjes. Së dyti, KRM Pastrimi duhet të rresë efikasitetin operativ, duke hartuar plane biznesi smart dhe duke përditësuar itinerarët sipas nevojave reale në terren. Është domosdoshme zbatimi i mirëmbajtjes preventive për kamionët dhe analizimi i çdo investimi të ri kundrejt objektivave konkrete të performancës. Së treti, për të siguruar monitorim efektiv, komuna duhet të instalojë sistemin GPS në gjitha flotën e kamionëve dhe të caktoj personel të dedikuar vetëm për mbikëqyrjen e lëvizjeve të tyre. Dhe në fund kërkohet përmirësimi i mekanizmave të kontrollit financiar dhe argëtimi i plotë i faturave për të garantuar qëndrueshmërinë e kompanisë. Para çdo kontraktimi të operatorëve privat, komuna duhet të kryejë një analizë të hollësishme, krahasuese të kostos që përfshin të gjitha komponentët e çmimit. Kjo do të thotë të parandalojë shpenzimet më të larta për shërbime të njëjta, siç është vërejtur në periudha të kaluara.
Të nderuara media, ne vejmë do t'ju njoftoj lidhur me bashkëpunimin me prokurorin e shtetit në përputhje me ligjin për auditorin e përgjithshëm dhe konform marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe Prokurorisë së Shtetit, Departamenti për Çështje Juridike dhe Kundërmashtrimit në kuadër të Zyrës Kombëtare të Auditimit gjatë vitit 2025 ka dërguar 80 raste në Prokurorinë e Shtetit. Raportet të cilat janë publikuar dhe ato të cilat pritet të publikohen do t'i nënshtrohen analizave dhe vlerësimit për të identifikuar çështje që mund të kenë elemente potenciale të mashtrimit apo keshpërdorimit dhe ato për cilat do të kemi dyshimet tona do t'i dërgojmë në Prokurorinë e Shtetit. Për dijenin tuaj më duhet ta theksoj se marrëveshja ndërmjet Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe Prokurorisë së Shtetit parashet që Prokuroria të ofrojë për Zyrën Kombëtare të Auditimit informata kthyese lidhur me statusin e rasteve të cilat në baza vjetore i dërgojmë, sidoqoftë ju informoj se informatat e fundit kthyese lidhur me rastet e dërguara i kemi pranuar vetëm në prill të vitit 2024 dhe atë vetëm për 143 raste nga rreth 500 raste të adresuara që nga viti 2018 deri më sot.